Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Okej, atëherë vazhdojmë me modulin e fundit nga nga pjesa im, pastaj pjesën tjetër e vazhdojmë në rej. Sonte do flasim për Google AI Studio, edhe do të kryejmë një website bashkarisht me një prompt për ndonjë industri të caktuar, dhe pas kësaj do e shikojmë edhe uh, Google Stitch, një aplikacion tjetër që krijon UI UX design, si kur me qenë në Figma. Para se me nis, a ka dikush ndonjë ide ose ndonjë klient ose që dëshiron ta bëjë në një website edhe ne bashkërisht ta bëjmë po të njëjtë. Ilir, një ide mundet me qenë për shembull një website për një kompani që mirët me premjen e flowve, për shembull Berber, kështu diçka. Pa, okay, edhe për termine, për kështu gjërash. Bën. Që kjo pastaj faqja mundet me pas edhe një aplikacion të ardhmen, edhe kush don me qenë pjesë e asaj kompanie si klient, e ka aplikacionin në telefon edhe mundet me lënë termin, mundet me përcjell se a ka termine të lira e kështu me radhë. Pa, edhe pse një dy website i vetë se i kam pa që ekzistojnë në treg, disa gjem, njëri për Kosovë e kështë e bë, Po, edhe njëri prej Shqipërie, mirë po nuk e di kështu sakt si quheshin, mirë po e di që ekziston edhe ka qenë shumë funksionale, shumë ide e mirë kjo. po. Ajo është e përgjithshme, po mundet dikush me pas nevojën me kërku nëse ka klienta shumë, edhe është kompani ose që më thonë, firmë e njohur Pa, që jep këtë shërbim, atëherë mundet me bërë diçka platformë të vetën. Pse jo? fix, ashtu është. Po. Ide tjera, Ina ka shkruar wedding card invitation, okay, këtë e kemi pas në listë, kështu që unë vetë se e kam një domain për wedding card invitation. Tjetër, okay, atëherë masi e nisi i pari Armendi me këtë pjesën web për shkolla. Për shkolla, ma konkretisht për çfarë e ke fjalën? Për shkolla, me pas sistem, apo vetëm faqe informuese, sepse nëse ka sistem, ajo normal kërkon uh, më shumë më shumë punë për sistem. Dhe për sistem, normal duhet bëhet pa problem, mirë po normal kërkon shumë prompta, kërkon logjik si fillim, kërkon një koncept vizual, pastaj bëhet për pjesë të tjera. Mund të bëhet për një kompani e vendesh, organizime e tjera. Po, kjo është prafërsisht si ajo me me wedding card invitation. Ok, atëherë e nisim këtë me termin. Si fillim që mos fusim një prompt, për shembull, jo të duhur, si fillim shkrim edhe e bëjmë improve promptin.
Ok, atëherë e marrim edhe e bëjmë pasë tek pjesa, vetëm një moment, nëse mund ta marr kështu direkt. Ok, kështu diçka. E krijum një prompt për me kriju një web faqe e, për pjesën e barbershop, ku aty pastaj do kenë mundësi për me bë booking reservation, për me rezervu një termin, se në cilën orë, cilën ditë dhe cilin nga ato berbera që punojnë aty, dhe me thënë dëshiron e, me ti pre flok. Kjo është ide e mirë dhe ka avansu shumë kohë në fundit, sepse tash në çdo barbershop pa termine nuk të pranojnë. Kjo zakonisht është edhe tash edhe të pjesa e, e këtyre saloneve uh, për, për make-up që variant, se nuk i ti kështu fix. Edhe aty do më thënë duhet bësh pa qëtër rezervime. Kështu që kjo si ide është shumë e mirë, sepse konkretisht në trojet tona ka nevojë shumë pjesa për në avansu në aspekt modernizimit, sidomos të çështjet e rezervimeve, se sa të rish për shembull gjithmonë e përfletore, edhe aty bën lëmë shpunë sepse nuk e din se me cilën ke shkru kush ka kriju rezervim dhe gjëra tjera. Kështu që ok, këtu thotë çfarë dizajni dëshirim të zgjedhim, dhe më thënë clean and minimal. Kjo është estetik, kjo është balans, elegant, edhe kjo tjetra e lejmë të clean dhe minimalist. Presim edhe pak derisa të kompletohet. Normal, prompti është më i detajzuar. Zakonisht kur fusim një prompt pak shumë atë gjithë përfshirës dhe me kërkesa më specifike, vonon pak më shumë. Pse? Sepse normal gjërat i bën uh, ma konkrete, edhe normal ka pjesë dinamike që janë rezervime dhe ruajtja e databazës dhe atyre që bëjnë book. Mirë po nëse japim për shembull një prompt të caktuar vetëm për thjesht vetëm krijon një web faqe, atëherë bëhet më shpejt. Mirë po nëse dëshirojmë një website që ka më shumë opsione, besoj se duhet prompti të jetë sa më gjithëpërfshirës. Për ju që punoni me kodim, çfarë si programera ose si front-end developera, çfarë ndikimi kanë pas tash këto 5-6 muajt e fundit dalja e këtyre AI toolsave, sidomos edhe Lovable, edhe pjesë edhe
repliti, për shembull këta janë të bërë revolucion e, shumë të madh në aspekt të rrethaqeve, për shembull repliti është gjigant, Lovable është gjigant, edhe gjëra edhe këto pastaj pjesa e Google AI Studio, Cloudi, a jeni të rrezikuar apo çfarë çfarë probleme që ju kanë zgjedhur? Apo nuk jeni as shprehur me të punësuar në kompani, punë më shumë një problem, dhe s'ke e faj me herë. Në dalin më shumë punë, mirë po, a janë punë problemesh apo janë punë projektesh? Se nëse ka projekte më shumë, atëherë është e mirë kjo gjë, sepse ti vetë se fiton mirë, po nëse është punë problemesh për mirëmbajtje gjëra të tjera, kjo pastaj normal hinë më shumë punë teknikisht. Unë nëse flas për vete, mirëm këtë me diçka tjetër, po jam marrë përpara dhe me programim, më shumë në front-end, edhe kjo më ka bu më kthy, edhe më nisë më marrë me mini projekte një herë, po jam duke pa vetën që mundem me bo diçka pak më të madhe. Edhe tash ta shohim, jam mas këtij kursi, po mendoj me zhvillu diçka shumë më reale, edhe janë një 3 projekte që po mendoj me i zhvillu, edhe do i shfaq kur e qes fazat e para, besoj, do i shfaq në grup, edhe do i Pa, shihni pastaj. pa Janë problem, në dhe më thënë. në fushën e cyber security, në siguri, masi me ato dhe mirëna për çdo ditë. Pastaj do të ketë edhe 2 projekte tjera do të jenë shërbime. Thonë kompani, të cilat kanë nevojë, në hatë që kanë nevojë si puna e këtyre floktarëve, po janë edhe ajo fusha tjetër. Njerëz po e zbuloj derisa ta bëj projektin, po kam qef me qenë diçka interesante. Ndoshta edhe ka në treg, po jo bashkë për atë lami, mundet me qenë, unë po mendoj me bëu diçka specifike për ta. Edhe projekti i tretë do të jetë diçka i përbashkët me dikën që veç ka fillu me e përdor cloud, nuk ka të bëjë me programim, ka pa një prej shokëve të vet, edhe ka fillu dhaj me përdor, po kretë ato që i bën, i ka bë në një formë jo të mirë në farë aspekti, se çdo gjë ka kthy cloudi i ka thonë me kthy në HTML file, edhe ka bën një indeks, aty në konkret të përmbledhme, do të thonë pa të lidhura me database kështu me radhë, pa pas një farë arkitekture. Edhe kum pa që është të shku gabim, pastaj ja kum rregullu se kur punoj në këtë drejtim, i lidh cloudin edhe këto me Visual Studio, kum pa që është ma lehtë ashtu, i ftoj apo i instaloj brenda Visual Studios, edhe aty pastaj i jap ato çka është e nevojshme. Te cloudi kërkoj me ma bo komplet arkitekturën, pa pas nevojën me kriju foldera gjana kështu me radhë, po ja sqaroj një prompt që e përfundoj ose e bëj te ChatGPT-ja. Për ChatGPT-s mas në e gjyte cloud me atë prompt të ndërtuar mirë, edhe pastaj cloudi veç vazhdon punën, bëhet arkitektura, pastaj vinë pjesë. Jo me shku një prompt shumë të madh, se atëherë mundën më bë komplikime, po duke shku pjesë me prompte më të shkurta për me arrit deri te aplikacioni i dëshiruar. E kështu me radhë. Super Armit. Uh, është koha ideale ku ne duhet fuqishëm të punojmë edhe të krijojmë aplikacion. Uh, tash, për mendimin tim, për edhe tjerë që kam dëgju, inteligencë artificiale për momentin që si jena tash në këtë kohë, është njëjtë si 98, 99, kur është shfaq për herë të parë interneti,
që ashtu do më thënë janë kohët. Ato që e kanë kap në ato periudhët e para internetin edhe e kanë shfrytzu, kanë kriju gjërat më dhaja, si për shembull Google që është kriju me atë kohë Amazoni dhe gjiganta të tjerë, njëjtë edhe në kohën tonë tash me inteligjencën artificiale nuk bëjmë gjëra shumë të dhaja. Vetëm se duhet normal ë do të zgjedhim një projekt ose një industri që ja vlen edhe do më thënë mjetet i kemi. Tash edhe pas qenë programer, thjesht do të qesh vetëm produkt menaxher, dish më thënë si ta kryesh produktin edhe të bëhesh të bësh sales i mirë që ta shesish në treg. Opsionet janë shumë dhaja edhe nuk do të kufizohemi me tregun ton Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, mirë po duhet dalim global. Andaj veç vazhdo me projekte edhe ti po edhe qerit edhe postet më thënë të grupi, kështu që ati në grup ne i shohim bashkarisht edhe presim të bëhen dhe më thënë virale ose të arrin sa më shumë sukses po. Faleminderit. Viona, thot, do më thënë ka kërkes për ta mirëmbajtur që nuk të jep entuziazëm, ndaj mirë me ndërtu aplikacione vetë. Ka më tepër punë si freelancer, por të rregulluar çfarë është ndërtuar me AI. Kur punon vetëm në mirëmbajtje, krijon një faqe lodhje sepse nuk je në fazë krijuese. Pra, tash kjo që varësisht se edhe me çfarë website, me çfarë janë kriju, mirë po tash me dalin e këtyre AI toolsave, unë për shembull gati t'i thuash se shumë pak për shembull kam marrë më kam bërë projekte në WordPress. Edhe pse unë në WordPress gati 3-4 vite që mirëm edhe kam kriju projekte, mirë po tash normal është reduktu kjo çështje jo që s'ka projekte në WordPress, mirë po me AI toolsa ti mund të bësh shumë më shpejt. Ajo që këshilloj unë diçka është që nëse website është landing page, do të thënë një website single page ose me shumë pak page, për shembull contact about dhe home page, dhe nuk ka gjëra dhaja, atëherë se krijim, domethënë patjetër e krijim me një AI tool. Mendoj se është ma mirë, sepse nuk ka nevojë për shembull pastaj të bësh update-a gjatë gjithë kohës për plugin-a ose për thimin, mirë po nëse ke ndonjë projekt ku ti duhet për shembull të bësh gjëra manuale, ti fusësh duar pak më shumë ose ke pjesë të content sidomos, atëherë si ju kisha sugjeruar ta përdorni WordPressin, sepse të lejon domethënë më shumë të bësh customize edhe content domethënë është shumë më i mirë se sa këto tjera sepse krijohet usera role për secilin autor edhe aty ke mundësi që ti është edhe të postosh blogje dhe content tjetër, kështu që tash varësisht për projektit duhet edhe të mendohet edhe tech stack-u, sepse jo çdo projekt duhet të jetë i njëjtë në tech stack. Okej, kjo e ka vënu pak, zakonisht nuk është që ma vënu ka shumë. Mirë po nëherë kur ti dëshiron të bësh diçka më shpejt, gjërat vënohen, mirë po s'kemi që bëjmë që të presim edhe pak. Edhe të nuk e di a keni dëgju edhe njerë, Google Stitch, më thënë Stitch with Google. Edhe kjo është një produkt i Google
që me këtë mund të krijosh ti për shembull design vetëm një në UI dhe UX. Kjo do të thënë nuk është dinamike. Tu thjesht e krijon vetëm dizajnin e UI UX-it si në Figma. Edhe pastaj atë dizajn ti e zgjedh me çfarë dëshiron pastaj të implementosh. Për shembull, tu ka disa template të gatshëm, disa prompta të gatshme që për çfarë dëshirojmë për shembull të krijojmë një tu thot për një aplikacion për për koleksionin e fotografive, çfarë thot tu, ose diçka që është më e shkurt. Për shembull këtë e zgjedhim edhe e bëjmë ose për mobile aplikacion ose për web. Për shembull, do e zgjedhim mobile se nuk kemi bë asnjë, edhe e zgjedhim këtë. Edhe e klikojmë për shembull generate, edhe kjo do na gjeneron për shembull një design Figma me prototype me gjitha gjërat që pastaj ne këtu për shembull kena mundësi të lëvizim, të fusim vetë në diçka të ndryshojmë gjëra, do të thosh një si në Figma. Ata që e kanë punu Figmën e dinë, mu më ka pëlqyer shumë, do të thonë të krijon edhe fontin, tablet, këtë brand bookun, typografinë, ngjyrat, ti krijon gjitha, edhe ta krijon edhe komplet failin e dizajnit. Kështu që është me të vërtetë është diçka shumë e fuqishme, edhe tash është normal, është në beta verzion, mirë po së shpejti do bëhet edhe në stable, edhe këtu kena mundësi me zgjedh modelin se cilën do. Ja, pra shife tash dhe më thënë kjo se si e bën një dizajn, se si e dizajnon vetë. Në gjithë shka bëhet manualisht, pastaj pasi do krijet kjo, dhe shikoni se kemi mundësi, dhe më thënë, ti ndryshim gjerat, edhe japra. Kjo tash do i krijone disa verzione, edhe derisa të bëhet e gatshme, japra. Tash, ja çfarë do më thënë ka kriju një uh, një dizajn për pjesën e aplikacion. Do të thënë, tu tash e kena dizajnin e gatshëm, edhe këtë dizajn për shembull kena mundësi këtu me bë share direkt ose lart këtu e kena me bë preview. Vetëm një sekond, çfarë thotë tu? Po do të ekspert. Ok, vetëm një moment. Si montash, si nuk e ka atë buton për ta bërë share direkt, ta shikojmë kështu si duket në mobile. Dhe ta shikojmë se krijon uh, product designin shumë detaje. Edhe pse këtu ishte ai butoni i lart pak më parë për ta pa kështu full se si duket.
Pak a shumë i keni qartë se për çfarë bëhet fjalë të kjo pjesë. Dhe kjo është qëllimi që pastaj ti tu për shembull ke mundësi të shtosh gjëra ose të vendosish uh, gjëra të tjera. Mirë po, normal ta do dish ti punosh. Do që është dizajner, uh, të kesh lidhje nga dizajni. Ja, kjo për këtë kisha fjalën për këtë butonin lart, edhe këtu e tregon preview. Ta shikosh domethënë se si duket kjo tash në mobile. Ja se si duket për shembull një aplikacion, si ka kriju kjo tash. Uh, Edhe ti pastaj këtë për shembull ke mundësi që ta konvertosh uh, në dizajn të live ose me WordPress ose me kodim, varësisht se cilën ti e zgjedh. Edhe ja, kjo është domethënë një verzion i shpejt se çka bën Google Stitch. Edhe ti pastaj këtu mund këta file ti gjenerosh edhe për, për projekte tjera, është free, edhe mund të krijosh edhe pastaj edhe për web aplikacione, dizajne, këtu ka disa dizajne të gatshme dhe gjëra tjera. Ok, kjo e Gemini e, e ka vënë shumë, më duket se nga lëvdatat që ja bëra, më duket se ka marrë mësysh, e ka marrë edhe është blloku total. Dhe nuk është që ka ndodhur ka shumë të vonohet, edhe pse i kam kriju disa projekte të mia në prapa vi që i kanë, mirë po se di pse ndonjëherë gjërat nuk shkojnë shpejt. Ok, atëherë ta shfrytëzoj rastin, e jem sa jam këtu, përveç Google AI Studio, që mund ta shfrytëzoni si fillim për free, nëse keni pastaj buxhet, për shembull mund ta përdorni uh, Lovable, është një prej AI toolsave shumë fuqishëm edhe Repliti. Replitin e kam përdor për disa projekte, për shembull projektet që i kam kriju me Replit, kanë qenë shumë të mira, për shembull me me Replit e kam kriju për shembull këtë website-in, që është për SEO që e kam kriju një produkt, një website që bën site checklist, dhe pse edhe domenin e kam gatshëm, edhe për shembull nëse e bëjmë të preview, ja si duket për shembull website-i që ma ka kriju, domethënë Repliti. Kjo është domethënë një landing page, edhe ka qenë tepër fenomenal, me një UI shumë të mirë, edhe tu mi ka kriju edhe produktet, çmimet, edhe gjitha gjëra tjera, tu toolsat se çfarë toolsa çdo përdor, resource, blogjet, edhe pricing. Këtë ma ka kriju Repliti, edhe është tepër e fuqishëm. Këtë e kam një domain site checklist, edhe e kam publikuar dhe te grupi se kush dëshiron uh, për me pas në një lloj bashkëpunimi. Tjetër ka qenë që kam kriju me Replit, ta shfrytëzoj rastin që ta përdornin edhe ju. Është edhe një tjetër, disa tjera që i kam kriju, është edhe një cila ishte, edhe kjo ishte një, Repliti çfarë ka një të mirë, se i ka gjitha gjërat i ka me një vend. Për shembull edhe databazën, edhe serverin,
E thënë nuk ka nevojë të marrësh server tjetër, mirë po gjitha mund ti bësh në një vend. Tu për shembull uh, tek cili grup e ke fjalën? Grupi Digital Vision Network, nuk e di a je aty brenda jo. Jo, nuk jam ndaj pyeta. Okej, do ta dërgoj unë linkun në WhatsApp. Kjo është një website që e kam kriju për projekte. Edhe këtu për shembull mund të shikosh feedbackun, të çfarë kanë met për shembull taska, edhe i bën domethënë check, edhe i ke me prioritete, low, medium dhe gjëra tjera. Thjesht to janë gjëra që i kom bërë për punë qefi, mirë po repliki domethënë është se di është tjetër nivel, më pëlqen shumë, edhe bën shumë funksione, shumë website të fuqishme. Gjithashtu edhe Lovable, edhe këtu do më thënë kam kriju disa website, që ta shikojmë edhe këtë. Edhe ekziston edhe një tjetër që quhet Bolt.new, edhe kjo është një website që bën njëjtë website, është ka verzion falas, edhe pastaj ka edhe me pagesë. Edhe është një tjetër, Base 44, edhe kjo është dhe me thënë një tjetër aplikacion që bën website me AI. është tregu është shumë i madh, konkurenca është shumë e madhe, opsionet jona janë shumë vaja për me kriju, me gjeneru edhe me fut në treg. Mirë po, qëllimi është vetëm se sa mujmë me arrit këtë pjesë. Kështu që aplikacione ka sa të duash, vetëm se a mund të krijojmë ideja që më të vërtet mund të hinë në treg. Për shembull, këtu janë projektet e mia. Një projekt që kam kriju ka qenë kjo e plan biznesit. Shumë parafërsisht më ka kriju një website për domenin që kam planbiznesi.com. Kjo është për parafërsisht një landing page, si më ka kriju, mirë po është e një promë shumë të thjeshtë, edhe pastaj brenda dohet për shembull ta bëj atë sistemin e këtij domeni. Gjithashtu edhe këtë domenin e kam postu në grup, që ende nuk është që kam gjetë ndonjë investitor që të investojmë edhe ta zhvillim këtë projekt për tregun shqiptar. Edhe këtë Lovable mund ta shfrytëzoni, edhe është shumë e mirë. Thënë, to janë disa prej toolsave që na i kemi në dispozicion për mi përdor. Ti besoj se kjo ka arrit ka fundi, i kërkoj falje për vonesën që e bëri, mirë po, ja pra dhe tash më duket se ka arrit me përfundu. Nuk e di ndonjëherë bëhen gjëra të vështirësume, ja pra ku është kriju edhe website. Tash kena mundësi tu, do të thënë, si fillim ta bëjmë preview, ta bëjmë full screen, edhe pastaj mund ta bëjmë publish. Kjo është si duket një website që e bëm bashkarisht me Juve, sa i përket Google AI Studio, që na i dha si ide Armendi, edhe këtë website tash unë e kam gatshme, kështu që Juve mund t'ja jap, mirë po duhet të më paguani për këtë website. Uh, Kush dëshiron ja jap falas edhe le ta fusën treg. Ja, pra ka kriju një website në shumë me dizajn minimal, edhe pse ngjyrën e zezë nuk është që e pëlqej shumë, si prapa vi me qenë, mirë po kështu stili është shumë i thjesht,
shkrim tek opsioni book, edhe këtu për shembull e kena opsionin me bërë rezervim. Edhe këtu kena opsionin se çfarë qethje dëshirojmë të bëjmë, çfarë prerje flokësh, edhe këtu i kena edhe çmimet. Unë dëshiroj për shembull ta bëj këtë klasik. Edhe këtu janë domethënë punëtorët që punojnë tek ai barber shop. Unë për shembull dëshiroj të këtij punëtori pse se e kam shok, edhe cilën datë dëshiroj ta rezervoj, për shembull me 16 nesër, ora për shembull 12 ditës, edhe shi continue, këtu e vendos për shembull emrin i gjirnëziri, emailin, telefonin, edhe diçka dhe e bëj confirm reservation. Ta fus edhe telefonin, edhe këtu i them rezervim ose për shembull prerje flokësh. Edhe e bëjmë confirm reservation, edhe tash për shembull kjo u bë një konfirmimi një rezervimi. Ja pra ku erdh kjo, booking ID-ja dhe gjëra tjera, edhe këtu e ke për shembull open confirmation email, edhe këtu ta e shikon për shembull se si duket emaili i konfirmimit, e bën finish and close, edhe ti tash e ke rezervu, domethënë një rezervim, edhe shkon nesrit tek rezervimi, edhe ai e din se ora 12 ka një rezervim me ty. Pastaj këtu janë për shembull menu e në pricing, këtu i shikon ata çmimet, këtu i shikon berberat që punojnë, këtu janë një sër fotografish, edhe reviewsat që kanë dhënë njerëzit, edhe këtu është lokacioni, orari i punës dhe detaje tjera rrjetet sociale dhe gjëra tjera. Kjo është domethënë një projekt që u kriju me një prompt edhe e kena gatshëm për tu publiku. Pastaj për ta bërë domethënë publish, e klikojmë butonin nduljar publish. Edhe këtu për shembull për ta bërë publish duhet normal kena edhe domain live. Edhe këtu e zgjedhim domainin. Nëse keni domainin tuaj e vendosni, edhe këtu e bën publish your app. Në moment kur e bën publish your app, tash aplikacioni bëhet gati për të bërë në cloud publish, edhe do jetë live. Edhe pastaj domethënë ky aplikacion mund përdoret me njëherë ose të futet në treg. Kështu që kjo është edhe ajo pyetja që u bë mbrëm, që nuk më kujtohet se kush e bëri, se tha që a mund për shembull mund ta bëj një website vetë nga fillimi. Ja pra që domethënë mund të shkoj ta bësh një website nga fillimi brenda gjithë ore. E kompleton e bën live, ja çon klientit, klienti i dërgon çfarë ka për shembull ndërhyrje ose ndryshime tjera, ti ato ndërhyrjet e klientit i konverton në prompt, edhe i fut në prompt enter, pastaj Gemini ose varësisht cilën AI tool e përdor, do i bën ndryshimet, ja shon përsëri klientit, a është në rregull, a është në rregull, e bën pagesën, ja mirëmban dhe vazhdon me klientat radhës. Kjo është domethënë sa i përket krijimit dhe gjenerimit të një website me Gemini. Tash që do bëhet edhe publish, derisa të bëhet publish, si u dog Gemini AI Studio dhe a kish pas një eksperiencë edhe si ju dog dizajni dhe rezervimi dhe sistemi për pavit që u gjeneru. A ja vlen tash apo ja? Mu duket shumë mirë. Thjesht një pyetje kisha, ka kredite, domethënë pjesa e kredite që të pamjaftueshme, siç janë për shembull aplikacione të tjera që mungojnë kreditet kur bën shumë prompte? Po, edhe kjo normal është me kredite, mirë po unë tash nuk kam nuk kam nevojë për kredite, shkaku se kam mundësi ta bëj edhe live, sepse për shembull e paguaj Google One, edhe te Google One që paguaj edhe për drive-in edhe gjëra tjera, aty është edhe e futme edhe pjesa e Google AI Studio dhe kam domethënë pa limite kam ditën me kredite. Mirë po, sa i përket aplikacionit free, normal ka një limit me kreditet që ka një të mirë se këto kredite bëhen renew se cilën ditë. Çdo ditë bëhen renew. Çdo ditë, okay. Po, edhe ti për shembull mund presësh nëse të mbesin gjëra për shembull tank, ti pret për shembull deri nesër edhe
vazhdon i përmirëson. Mirë po, për website të thjesht, për shembull si kjo, me një prompt, me 5 prompt e maksimum, e ndërton 100% free edhe është. Okay. Kur është më e Ja, pra, komplikuar, pastaj është do të çik më shumë pastaj. po, fix. Ja, pra, domethënë tash website-i është live, unë t'ja dërgoj edhe juve të në chat, edhe shifni për shembull se si e ka kriju AI Studio website-in. Edhe mund ta testojmë edhe si duket edhe për mobile. Ja, pra si duket edhe për mobile, domethënë duket perfekte, ka një dizajn spektakolar me hapësira dhe domethënë me paddingat shumë preciz. Kështu që për shembull mu duhesh të 2 ose 3 javë ta bëj këtë me Elementor, ta bëj prej zero. Normal se të merr punë pjesa e editimeve, paddingave, margjinave dhe pjesa e precizitetit, mirë po tash ne brenda gjithësore me AI e krijuam një website tepër profesional. Kjo është domethënë edhe se si duket live, nëse ke domenin tënd, thjesht tu e lidh, e lidh me domenin tënd këtë pjesë tek Advanced Settings edhe tu i fut gjërat pastaj më në detaje tujat. Kjo është domethënë. Ndonjë pyetje tjetër? Pastaj për pjesën e editimit, nëse ka nevojë për editim, është me prompt, Po, me prompt. Po, fix. Për shembull, ti thu change title tag in hero section to tipika barber shop in Albania. Edhe e klikon në enter. Edhe kjo pastaj e bën ndryshimin. Mirë po duhet që ndryshimet duhet gjithmonë prompti të jetë shumë preciz, domethënë që ta dije fiks ke cili seksion duhet domethënë të bëhet ndërhyrja. Duhet domethënë ta cekësh fiks ku është domethënë title tag-u, ku është hero section, ku janë domethënë për shembull menu pricing. Nëse dëshiron të ndryshosh diçka tek pak më poshtë tek services, duhet ta cekësh të fjalën. Sa më detajuar domethënë. Po. Domethënë ta marrësh kopi këtë fjalë që ajo ta lexon e pastaj se për çfarë bëhet fjalë dhe ku duhet ta bën domethënë ndërhyrjen. Edhe dizajni mund të bëhet prapë në prompt. Po, edhe tek dizajni, po, fix. Mund t'i thuash për shembull change colors, global colors, për shembull t'i thua red and blue, ose mund t'i thuash për shembull change typography, change font. Butonat, për shembull create hover, mund t'i thuash çfarë dëshiron ti, ajo e bën. Animacione, çfarë të dëshiron. Vetëm se ajo që ju sugjeroj është, për shembull kur ke limitim me kredita, sa të rrish ti shkruash për shembull gjërat një nga një, e bën për shembull një prompt pak më detajuar edhe ja dërgon për shembull për të bërë më shumë gjëra për një herë. Okej. Okej, pyetje tjetër? Arbiona, se ti ke pas më shumë pyetje edhe pyetjet më të rëndësishme që kam janë si të gjejmë klienta, se për produkte unë kam patur gjithnjë shumë, edhe kur s'kam ditur të ndërtoj vetë, ju a thoj atjerëve që ndërtojni derisa të vije vakti të ndërtoj. Në lidhje me këto është shumë e qartë dhe mua më pëlqeu shumë kjo që ndërtove dhe mund ta shikoj diferencën vetëm për faktin se vendose një prompt shumë të qartë. Ne vërtet pritëm, por vendose një prompt shumë të qartë dhe si user po dhe si inxhiniere mund ta them se është ndërtuar plotësisht gjithë flow, gjithë lëvizshmëria e hapave që duhet për një aplikacion të tillë. Më thënë, kur e nis tek booking, çdo përzgjedhje që bën, madje të çon dhe atë pjesën e emailit dhe të konfirmimit. Kjo për të realizuar vetë do donte shumë javë. Po, fix. Për çat ju them për herë promptin, do të thonë ta bëni kështu shumë general, shumë përgjithshëm, do të thonë të fusish shumë gjëra. Jo për shembull vetëm ti thuash
create a landing page dhe kaq. Jo, sepse nuk nxjerr gjëra të tjera. Unë gjithmonë ja shkruaja për shembull ChatGPT çfarë kam në mendje, ajo pastaj e bën improve, edhe unë i shikoj për shembull ajo të mira ose jo, edhe ja e vendos, normal pres ndoshta gjysore, mirë po për shembull pastaj si the vet ja vlen se e bën domethënë komplet flow-in në mënyrë shumë profesionale. Edhe shumë domethënë me sistem që funksionon. Ja, pra edhe kjo ndryshimi që u bë tash për shembull, sa i përket pjekjes së anës, për shembull barbershop in Albania, ja pra ku ndryshu. Edhe klienti thot ndryshim ti më njëherë ja shkruan edhe bëhet ndryshimi, kështu që është diçka shumë në rregull. Ndërsa sa i përket pjekjes që e bërë ti atëherë sa i përket gjetjes së klientave, së shpejti, edhe pse s'kam dashur t'ja them, mirë po do ja them tash, së shpejti do e realizojmë te grupi Digital Vision Network një workshop ta quaj ose një sesion bashkë me Fitim Adilin ku do jetë specifikuar vetëm për gjetjen e klientave. Andaj priti, bëni sabër edhe do e bëjmë besoni, do e bëjmë një një event ose kështu si ta quaj një meeting bashkarisht ku do flasim vetëm konkretisht për këtë. Andaj vetëm presim ta gjejmë datën edhe do e publikojmë së shpejti në grup. Kam edhe diçka tjetër, të lutem. Në rast se nuk e vendos promptin siç duhet, për ata që nuk e kam përdorur ndonjëherë këto AI-t, në mënyrë pavetdijshme do futeni me një vorbull me orë të tëra dhe nuk do ta përfundoni aplikacionin plotësisht, sepse ti shton diçka promptit e bën gjithmonë diçka tjetër dhe ajo të merr shumë kohë dhe të lodh shumë. Ndaj kjo hallkat që ti i përmende, ti rrim besnik e kësaj. Rregullo promptin radh parë, mandej gjeneron dhe kaq ishte. Po, shumë e vërtetë është. Kjo është tash me një shok që na ka ndodhur një kështu problem, për shembull, kur prompti nuk e kena në rregull dhe na u dash ta ndryshim ta lejmë komplet për shembull atë aplikacion, edhe ta krijojmë komplet me një model tjetër, për shembull, një fillim e kishim me Flash 3.5, pastaj e bëm me Sonetin, pastaj dulëm në Fable. Kjo komplet na doli pse shkaku i mos promptave saktë edhe tugur. Kështu që duhet për herë, sidomos ai prompt i parë, do të jetë shumë gjithë përfshirës dhe të ceket domethënë gjërat në detaje dhe pastaj prompta tjera janë shumë lehtësisht pastaj. Për shembull, konkretisht fjala rasti këtu, gjithçka prompti ka qenë shumë në rregull, tash kjo kriju 90%, pastaj prompta tjerë janë shumë detaje, shumë gjëra që nuk e prishin atë bazën, atë themelin. I pyetje, pas krijimit po themi web faqe apo aplikacioneve në AI, po pastaj krijimi i llogarisë për ta menaxhuar, për të ndryshuar po themi menun, nën menu, dhënat, si mund të editohet kjo pjesa që ju krijuat? Kjo domethënë nuk mund të editohet kështu ti fusësh duart direkt, për shembull me menu, gjithçka editohet domethënë me prompta. Mirë po ti nëse je për shembull i mirë në kodim, edhe pse unë domethënë nuk di në kodim, mund për shembull ta lidhësh si tha Armendi me pjesën e Visual Studio Code-it. Domethënë ti mbrapa vit fusësh vet kodim ose ti ndryshosh me Visual Studio Code. Mirë po atë normal e din këto që janë programera, edhe din që ta prekin front-endin, për shembull menun, ta ndryshojnë sub-menuin ose gjëra tjera. Mirë po, ajo që ndryshon ti, domethënë, krejt e ke çto panelin, kështu si e shef këtu tash për momentin. Gjithçka e ke këtu në kontroll. Nuk ka ndonjë pjesë tjetër, përveç se nëse e lidh me Visual Studio Code. Visual Studio Code është kjo aplikacioni këtu. Kjo është një editor për kodim. Okej. Diçka tjetër?
Këto linka do t'ja dërgoj në WhatsApp të keni, gjitha këto AI toolsat. Më fal, a mund të klikosh lutem te kjo pjesa kod? Nuk e di, a lejohet që të ndërhysh te këto faqet? Për Tu shembull, direkt? po, Okej, kjo pjesa. sepse Tash po nuk e di. mendoja, për shembull për atë updatein që ti bëre titullit, të gjesh faqen ku është hero, ku është ai seksioni, dhe ta bësh ndërhyrjen direkt tu pa përdorur promptin. A lejohet? Nuk e di. Për shembull, nuk është që kam marrë vesh shumë për këto fajlat edhe nuk është që di ti prek, mi po do ta gjej atë fajlin index, si quhet ajo fajli kryesor. E gjen, nuk ke nevojë ta gjesh failin, vetëm shkruan aty Tirana, diçka të tillë, më thon çfarë kishte hero dhe ta gjen ajo të cilat faqe Okej, tu. është edhe mund të vesh vetëm Tirana ose Prishtina, e heq atë edhe të shohim a Okej, e ruan apo jo, si shembull. fix. Bravo, Arpiona, ke bërë një punë spektakolare tash. Na ke kap në uh, okej, vetë ta bëj save. Kjo direkt e mirë ka të më thënë në prompt këtu, ja. Prap ju dash ka kohë që ta ruaj. Mendova se do ishte diçka on the flash. Ti mendon si ajo që bëhet Si bëhet në real kodim, time, në real kodim, time, ose në WordPress, çfarë do të forme. okej. Mirë po do shka prap normal Kred- po check. Mirë po, okej, më pëlqeu si ide që këtu pas kena mundësi dhe më thënë direkt me kodim, që u lidh edhe me pjeqen e Gjulianit, kështu që mirë që e ceke, të falenderoj shumë për edhe për këtë pjesë. Ja, pra ku ndryshu kjo. Unë mund të ndryshokëna direkt në kodim. Po mendoj se pjesa e kodimit është e lidhur edhe me funksionimin e promptit. Mendoj se janë të lidhura bashkë, prandaj edhe ndikon tek prompti, siç pam. Pa tjetër që janë të Po, lidhme, edhe mirë po është gjë e mirë kjo, sepse po, pastaj e kanë kontroll, ato që e din kodin e po, shikojnë se çfarë është shkruar dhe çfarë jo. po. Atë që din kodimin, për shembull, e kanë më në Po, brendësi. okej. Okej, atëherë kjo ishte sa i përket traditave të mia në ChatGPT, Cloud edhe Gemini, se di a keni qenë të lumtur me punën time, nuk është që jam ndonjë ekspert i këtyre AI toolsave, mirë po ja kum shpjegu ato që i kam bërë nga eksperienca ime reale, nuk janë gjëra që i kam marrë kështu copy paste, mirë po i kena bërë bashkarisht, edhe desha që të sidomos të me Gemini, me ja lecu juve që s'keni ditë me kriju website prin zero, tash e keni opcionin me Gemini që është free, ta bëni dhe më thënë një website. Unë nuk ju jap ndonjë detyrë kështu paraprake, mirë po kisha pas qef dëshirë për shembull që nëse krijoni kështu website me AI tools, mi dërgoni ose privat ose te grupi që ti shikoj edhe unë, ti shikoj bashkë me ju, edhe diskutojmë se çfarë mund përmirësim dhe çfarë jo. Diçka tjetër nga ana im nuk e di, nëse keni ju diçka, unë ju falenderoj shumë për prezencën që ishit ju, që marrët pjesë, edhe shpresoj që kena me vazhdu tu që edhe më fuqishëm në aspekt të updateimit edhe gjërave tjera që do i bëjmë në të ardhmen, edhe do më thënë do jena gjithmonë kontakt sidomos edhe te grupi, për çdo lloj problemi nëse keni ndihma gjëra tjera, lirisht nuk të më shënoni privat, jam i gatshëm që më ndihmoj pas një lloj hezitimi. Prej nesër deri të shtunën e keni tash
pjesën e dytë me Rej Seferin. Rej do më thonë do i marr të gjitha ligjëratat në ora 8. Unë kam bë pak lëvizje se në herë pak kom pas do takime qera, ju kërkoj mëngjes për mos që s'kam qenë i rregull fiks në orë, mirë po i kam bë një herë më herët, një herë më vonë, ndërsa Rej do i ketë gjitha në orën 8, nëse nuk ka ndonjë rast specifik. Andaj do më thënë për çdo gjë tjetër jena në kontakt e grupi. Edhe ne, Arbiona, jena të kënaqur prej aktivitetit tënd, sidomos presim domethënë sa më shumë aktivitet edhe te grupi, që të shikojmë se çfarë ke botin prapa vi ndonjë projekt ose diçka tjetër. Kështu që presim në grup. Okej, atëherë nëse s'ka diçka më konkrete, ju falenderoj edhe një herë nga zemra, edhe jena në kontakt për çdo gjë te grupi. Shumë faleminderit e juve, natën e mirë. Faleminderit shumë, natën e mirë. Natën e Faleminderit. mirë, falenderoj Flamur për fjalët, respekt e për ti.